Urimet të dërguara nëpërmjet kartolinave të postës janë zbehur duke u zvendësuar me kartolinat elektronike nëpërmjet rrjeteve sociale. Kështu janë përhapur shumë kartolinat në rrjetin social më të populluar Facebook. Kaq shumë janë përhapur urimet, saqë vetë organizatorët e këtij rrjeti social kanë ofruar dhe një opsion të dërgimit të kartolinave online, në kohë reale, për të gjithë miqt. Mjafton që në një kartolinë elektronike me një urim për një vit 2014 sa më të mbar, duke i bërë miqve virtual tag, kartolina publikohet njëkohësisht në të gjitha muret e tyre të profilit. Qytetarët shprehen se kartolinat e postës u ka ikur koha, duke u zvendësuar në ditët e sotme nga kartolinat nëpërmjet rrjeteve sociale. Në dërguar kartolina vetëm për jashtë shtetit, janë miq të jashtëm, po shqiptarëve nëse ja dërgon ata thonë, kohë vjetër. Por ka dhe nga ata të cilët janë në një moshë më të vjetër, të cilët shprehen se i preferojnë ende kartolinat. Kartolinën më tepër se sa në mesazhe kështu me email me këto gjëra me. Ne jemi me ato të parë me ato kartolinat. Ato mbeten kujtim. Ndërsa nëpër librari nuk mund të gjesh një shumëllojshmëri të kartolinave të dikurshme, Mimoza, shitse në një librari, shprehet se kërkesa për kartolinat këtë vit është mjaft e ulët. Po jo siç ka fluks siç ka qenë përpara, ose do me thënë tani është zëvendësuar më shumë e rrjetet sociale me mesazhe kështu edhe sikur e kanë harruar pak kartolinën. Edhe politikanët po preferojnë gjithnjë më tepër urimet nëpërmjet Facebook. Urimi për festat e fundvitit nga kryeministri Edi Rama e erdhi duke shfaqur urimet e gjithë kabinetit të ministrave të qeverisë nga një kartolinë video, ndërsa Sali Berisha preferoi një foto të familjes së tij, duke shprehur një urim të përzemërt për të gjithë familjet shqiptare.